Sot, fatbarësisht po flas, kanë fillu edhe gjenerata e tretë, që kanë fillu janë 25 minatorë, të gjithë janë punëtorë në minjerë, domethënë të gjithë janë të dedikuar ka prodhimi, që të ardhmen domethënë me një përvojë më të gjatë të punës, pra 2 vite, 3 vite, na mendojmë me trajnimet edhe me certifikimet e tyre me kalu edhe minatorët tanë. Gjithsesi, po s'pari, na do të më njoftu bashkërisht me ta, do të më kallëzu edhe procedura domethënë që janë në sektorin minerar, sidomos në minjerë. Ne kemi edhe programin e trajnime për të gjithë ata minatorë që nuk e kanë kryer trajnimin e minjerë, që është një trajnim 6 mujor. Ne kemi për detyrë me programin që kemi me fillu trajnimi teorik, që fillon me 120 orë edhe tash i vazhdon trajnimi praktik në minjerë me 180 orë. Të gjitha domethënë nivelet kanë me prej gradualisht. Tu nis teoria domethënë, nga nalt, rreziqet, problemet, të gjitha që mundën me ballafaque, tash në fazën e dytë kalojnë në minjerë në praktik, që janë inxhinierët që kanë me udhëheq edhe kanë me kryer trajnimet mbrana 6 muajve. Mas 6 muajve kanë me nështruar një testi, të gjitha ata që e kalojnë domethënë testin me sukses, unë besoj tash edhe vazhdojnë matutje. Po thash më varet gjithçka, se edhe këtë vit diku po flas shkojnë në penzion rreth 31 minatorë. Çdo vit po flas shkojnë të tillë. Unë besoj për sa ata që shkojnë në penzion, unë besoj për sa kemi nevojë edhe për provë të reja. Se gjithmonë minjera duhet mu ripërtrit me gjenerata të reja. Pavarësisht se këtë është një moshë fatkeqësisht po flas në atë aspektin tjetër po flas ligjor që minatorët hala nuk kanë një ligj të veçantë edhe janë të detyruar punojnë minjerë deri 65 vjet. Po nuk është desht një minator domethënë deri këtë moshë shtyr, se pavarësisht po flasin sistemet e mëhershme, një minator që ka punuar kushte të rrona të vështira në minjerë ka shkuar në penzion në moshën 50 vjeçare. Minjera me standard me këta sodit aktualisht që nërë, po i numëron 675 punëtorë. Këtë është minjera me flotacion. Po në kuadrat minjerës me flotacion edhe janë departamentet të ndame që të gjitha domethënë janë si hallë zinxhirore që njëna patjetër nuk më i funksionojnë. Janë departamenti është i prodhimit, është departamenti i elektromaqinerisë, është departamenti për investime dhe lumtim, është departamenti i mbrojtjes sigurisë dhe shëndetit punë, është departamenti i shërbimeve të përbashkëta, edhe është departamenti i flotacionit ku përpunohet gjeja dhe finalizohet si produkt. Inxhiniera aktualisht, mos më për numër saktësisht, po janë diku rreth 30 inxhiniera domethënë që i kryejnë këtë punë, nga numri 675 punëtorë që janë. Administratë, sa i përket standardit, kemi një numër shumë vogël, janë diku 10-11 punëtorë që punojnë në administratë, të i morë për bazë për flas edhe depot kryesore që kemi 2 depot që janë një numër edhe në standard dhe në flotacion, po drejt për drejt në administratë që thash që janë të punuar, gjithsej i kemi 5 punëjës. 3 një në shërbimin e pagesave, edhe 2 në burimin njerëzor. Një ondër që dhe në këmë pos, si një djalli minatorit, si shtë të i ri, e ka pas në ashtë ma ondër me punu në Trepçe. Po përshtypjet e pore janë shumë mira, një ndjenjë mirë. Unë personalisht si fëmijë jam rrit me një familje ku këna pas minator në vazhdimsi domethënë me gjenerata. Ondra e më konë që një ditë prej ditëve më konë pjesë e minjerës Trepça ose pjesë gjitha sektorëve Trepçës. Prindi jam ka punu në pjesën e baterive, domethënë ku janë prodhu baterit. Në atë ku Giganti Trepça ka qenë një orë ndërkombëtarisht për bateritë e prodhuara nga plumbi dhe zinku, të cilat janë nxjerrë nga minjera Trepça.